Lutja që njeriu i bën njerëzve, pra llojit të tij, faktikisht ka dy gjëra interesante. E para se i ul krenarin, dhe e dyta e bën të mvarur tek ai tjetri, ndërsa edhe mund të shkaktojë edhe një lloj mërzie, se okay, mund të kërkosh për dikujt një gjë një herë, dy herë, tre herë, pastaj shkakton mërzitje. Ndërsa lutja që i kushtohet Zotit të shton krenarin, të shton varësinë prej tij, pra edhe më shumë varesh prej tij dhe kjo është gjë që është gjë e mrekullueshme. Dhe e fundit kurr nuk mërzitet Zoti nëse njeriu i kërkon atij. Për këtë arsye në një rast profeti alayhis salam, duke orientuar besimtarët se si duhet i orientojnë lutjet e tyre, tha njeriu mërzitet nëse kërkon prej tij, ndërsa Zoti mërzitet nëse nuk kërkon prej tij. Kështu që muslimani faktikisht është i edukuar që mos t'i ashtri dorën njerëzve, mos kërkoj për njerëzve, vetëm se në rasta dhe në situata që ai e ka domosdoshme apo që e ka të nevojshme. Po në përgjithësi nuk është mirë që muslimani të kërkojë prej llojit njerëzor, domethënë, po nëse ka ndonjë nevojë, nëse ka ndonjë kërkesë, atë t'ja dedikojë Zotit gjithësisë.